Në fshatin Hotiri, që bën pjesë në njësinë administrative Rrethina, familjet përballen me një situatë të vështirë për shkak të mungesës së shërbimeve themelore sociale. Banorët ankohen për infrastrukturë të dobët rrugore, e cila bën të vështirë qarkullimin, sidomos gjatë stinës së verës kur trafiku është më i lartë dhe rrugët bëhen të papërshtatshme për kalim. Një problem tjetër shqetësues është mungesa ujit të pishëm. Shumë familje nuk kanë furnizim të qëndrueshëm, duke e bërë jetesën më të vështirë dhe duke rritur nevojën për ndërhyrje urgjente nga institucionet lokale. Po ashtu situata me energjinë elektrike është shqetësuese, pasi rrjeti ekzistues është i amortizuar dhe shpesh paraqet rrezik për banorët dhe kalimtarët. Rreth 150 familje në zonën e Hotit 3 në njësinë administrative Rrethina prej vitesh përballen me disa probleme sociale, siç është mungesa e infrastrukturës rrugore. Mungesa ujit të pishëm, sidomos gjatë stinës së verës, por edhe amortizimi i rrjetit elektrik, i cili sipas banorëve shpeshherë ka rrezikuar edhe jetën e kalimtarëve. Banorët e Hotit të Ri bëjnë thirrje për ndërhyrje urgjente nga autoritetet lokale për të përmirësuar infrastrukturën dhe për të garantuar shërbime bazë, të cilat janë jetike për një komunitet që dëshiron të zhvillohet dhe të përmirësojë cilësinë e jetës së banorëve.